kulaç në formë zëmre të përgatitim për sot, edhe shikoni sa i bukur që del, edhe i shishëm njëkohësisht. Tani do hedhim 500 gram miell, pak a shumë, një lugë të vogël me sodë, pak krip, pak sheqer, varet sa të më ledoni. I hodha një çik gjalpë dhe i hodha dhe vaj, se nuk isha shumë gjalpë, po s'ka problem, bëhet edhe me vaj shumë i mirë. Edhe kos që ta mbryjmë kulaçin. Tani brumin do ta bëjmë do ta punojmë shumë pak, se kulaçi nëse punon shumë brumin del shumë i fortë. Ndaj edhe punojmë pak. Tani formë zemre i japim, se është tepsia që kemi formë zemre, për ndryshe nuk do na dilte në formë zemre. Që kështu nëse keni dhe juve një tepsi kështu të bukur, mund ta vendosni kulaçin brenda, ta hapni mirë, ti jepni këtë formën, siç u thashë, edhe pastaj me pirunë ta dekoroni, siç bëjmë tamam dekorin e kulaçit siç e bëjmë neve nga zona tonë, po besoj se dhe në zona të tjera kështu e bëjnë. Pasi kemi bërë këto format si zemra të vogla, nëpër të do ta shpojmë pak me pirunë që të mundet të kulloj kulaçi. Është gati siç mund të shikoni, ngjan shumë i bukur, edhe në pjekje siç e pat doli fantastikë. Do ta vendosim në furrë në 180 grade e vura unë, nga lart do ta lyejm pak me vaj ulliri, e vendosim në furrë, edhe pastaj del kjo forma fantastike e kulaçit, që të ka qejf syri ta shikojë, edhe për të ngrënë mos e pyesni, pastaj del fantastik. Të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao ciao.